dhe erdhëm në momentin kur dy media të posaçme që flasin shqip por kuptojnë gjuhë të huaj, jo shqip, por të Bashkimin Evropian, dhe këto dy media ndryshuan duke goditur Dadon. Pra godasin spakun, nuk godasin prokurorin, se prokurori si Dumani është, nuk ka një ndryshim të madh, por aty ju do kuptoni jo fuqin e këtyre, por ju do kuptoni porosin që këta janë të fortë, të kryen detyrën nëpërmjet porosisë dhe të bëjnë arrestimin e fortë në sy të publikut që të kënaqin çfarë kryetarin e Partisë Socialiste, qeverisë, që t'i thënë çdo personi tjetër që është pranë kryeministrit, që në rast se ju mendoni apo keni në trurin tuaj që do t'i merrni karriken këtij të pari që ne kemi, ju do pastroheni nga drejtësia e re amerikane, e cila nuk është amerikane, është krejtësisht e Partisë Socialiste, sepse aty do të shikoni qartazi që në funksionimi i kësaj drejtësie funksionon sipas porosisë së Edi Ramës, sepse vetë ai u tradhtu dhe tha drejtësia është ajo që un kam bërë. Pra do të thotë që kemi një vetë përgjegjësi që ai ka bërë drejtësinë dhe i bëri politikan dhe ai vetë nga politikan i çon burgaxhin. Të mbetemi sërish tek Erion Veliaj, i cili në raportimet e mediave thuhet që i ka marrë telefonin punojësit të policisë për të bërë disa telefonata, gjë që ka ngarkuar edhe me një akuzë të re nga ana e SPAK-ut. Tani një pyetje lind natyrshëm, si është e mundur që një politikan me një eksperiencë si Veliaj të bëjë një gaf të tillë duke i marrë telefonin punojësit të policisë për të bërë telefonatën, ndërkohë që do duhet të ishte i vetëdijshëm që ndodhet në përgjim. Së pari, dispozita penale që zoti Veliaj akuzohet është shumë e rëndë dhe është nga 5 deri në 10 vite. Është një nga dispozita të cilët megjithëmen kam qenë i habitur kur e kam lexuar fillimet më parshme, por edhe tani që ndodhi në rasti Veliajt e ripash dhe thash pse kaq shumë dënim nga ana e ligjvënësit lidhur me këtë dispozitë. Normalisht kjo kupton qartazi që zoti Veliaj ka dashur një shpëtim, ka dashur të flasë dhe të përcjell një mesazh që nuk u desh të u dëgjonte dhe nga njerëz të tjerë. Dhe ajo që unë kuptoj është që zoti Veliaj ka punuar në mënyrë shumë profesionale, jo nga pikpamja e politikanët. Pra ai për shumë mund quhet politikan, për mua quhet amator, sepse asnjëherë nuk ka krijuar respektin e dur të krijojë kundërshtar politik, se politika ka diçka të shenjtë, kundërshtar. Kjo fjalia është një fjali e mirë, sepse kundërshtarin mund ta bësh edhe mik që të biesh në një dakordsi për një marrëveshje politike, sepse politika çfarë është? Është një betejë që ka fitimtar, ka të humbur, për në fund fare destinacioni një politikanit është në debat dhe është edhe në parlament ose në Këshill Bashkiake ose në një pozicion politik, sepse pikërisht politika çfarë kërkon? Kërkon debatin. Kur zoti Veliaj se ka pas kurrat e asnjëherë atë pjesë të debatit dhe që ka qenë vetë thjesht një orator, po asnjëherë politikan. Por unë mendoj për shkak të mungesës së tij të politikës, ai në kohën e tij të fëmirisë ka parë shumë filma që janë filma këta me burgaxhi të cilët dalin, futen në përburgje, shikojnë disa eskorta të cilët shoqërohen se si bëjnë disa dallavere me njerëz të burgut që janë policë dhe roje dhe kështu me radhë. Dhe aty kuptoj qartazi që ai është frymëzuar nga ai film, nuk mund të shpreh kush, sepse ai mund të ketë mendime të tjera dhe pëlqime të tjera, të cilët nuk, kjo është një çështje e brendshme, unë nuk futem me këto gjëra, por e di shumë qartë që ai këtë veprim që e ka bërë duke e ditur që është vepër penale, por gjithmonë duke menduar që është akoma më i fuqishëm që është në një burg.
sepse ai mendon ende që sot që flasim, që burgu që është sot është thjesht një ëndër për te, është një ëndër e keqe, është diçka që nuk duhet kishte ndodhur kurrë dhe ai nuk e kishte kuptuar. Dhe pse nuk e ka kuptuar? Se ai gjithmonë në punën e tij të përpunimit të çdo gjëje ka qenë në ajo të presionit dhe të gjobës. Pra, më lejo të them një fakt që asnjëri përsëri nuk e rikujtoj, unë po ta rikujtoj. Begeti ka marrë dëshpërblim sepse Erion Velia i çonte mesazh Begetit që unë do të mbyll televizionin. Tani, unë nuk e di që ka politikan në botë, që janë politikan, që t'i thoj një biznesmeni, unë do t'a mbyll televizionin. Pra, me ligj pa ligj, unë do t'a mbyll televizionin. Që do thot as njohuri politike, as juridike, as njohuri të tjera. Thjesht ai quhet kërcënim. Është si të them unë tani që ti je i korruptuar, në rast se unë do të them që ti je i korruptuar, unë të ngrej tani një akuzë publike. Po edhe unë kur të vendos ty gjobë, e të them ty që ti shikoj tani nga e nesmja çfarë do të bëj unë ty, kjo quhet gjobë, kjo quhet kërcënim. Nuk është se po merr me një fakt konkret që ka ndodhur. Ka diferencë, fakti konkret të ndodhur publikisht është gjë tjetër, dhe ajo që unë të them që ty do të mbyll nesër, kjo është kërcënim, kjo është gjobë, dhe kjo nuk quhet politik, kjo quhet krim. Përveç kësaj, ka marrë gazetar dhe i ka çuar mesazh, ka ndalë publike. Pra, një politikan mund të bëjë këto veprime, pa ai nuk quhet politikan, ai quhet kriminal. Që do të thotë zoti Veliaj e ka pisk situatën sepse ka raste të cilat ai vetë nuk i ka parë si politikan, po i ka parë në një këmbvështrim tjetër dhe ne si qytetar nuk kemi mundësi ta ndihmojmë sepse ai pikrisht ka zgjedhur vetë rrugën e vetë flijimit, vetë shkatrimit, vetë gërminës dhe në fund fare ajo që u duk nga Partia Socialiste ose nga Rilindja ishte që e lanë në mëshirë të fatit. E mbani mend ju kur folën disa deputet për zotin Velia, ku janë, se nuk po e dëgjoj. Alo, ku janë? As me vend. Që do të thotë kanë ikur, pra e lëshuan. Ai nuk e ka kuptuar ende. Ai jam i bindur që në këto momente nuk merr dot telefon nga policë. Nuk merr tani në këto momente më mundimi të bëjë të njëjtin gabim. E kuptoj shumë qartë gabimin fatal që bëri. Por tani ai mendon sikur të gjithë po flasin për të, por e vërteta është që akuza e rëndë që ja bërën, që nuk i bërë një akuzë tjetër akoma më e rëndë se kaq. Incineratori i Tiranës nuk ekziston. Dhe me njëherë gjetën një akuzë që ta dënojnë ose ta akuzojnë për një marrje telefonin, edhe si kur të kishte marrë telefonin Yuri Kim, nuk ka problem, se Yuri Kim ishte ajo që pinte nga mjes deri në darkë kafe me Erion Velin. U takonte me Erion Velin. Dhe ajo që është e çuditshme për të gjithë ne, është si ka mundësi që Yuri Kim takonte Hametajn, i arratisur momentalisht. Takonte Erion Velin, momentalisht Burgaxhi. Takonte para se të shpate Saliu non grata. Saliun Burgaxhi. Takonte Ilir Metën para konflikteve artificiale dhe kështu me radhë Burgaxhi. Po si ka mundësi të gjithë këta kush takonte dhe kë prekte Yuri Kim, këta na rezultuan Burgaxhi. Dhe unë mendoj se telefonata që ai ka bërë është tek Yuri Kim. Pse? Se Yuri Kim nga prekja që i ka bërë që e çoi Burgaxhi, Yuri Kim e shpëton duke komunikuar me Ramën që ta nxjerrë Erion Velin.